Janë nisur në drejtim të kishës së fshatit Janosh të komunës së Gjakovës. Klerik dhe besimtar katolik me në krye i peshkvin e Kosovës Imzot Dot Gjergji janë mbledhur në famullinë e Janoshit për të shuguruar kishën me emrin e At Luiq Palaj. I peshkvi Dot Gjergji tha se kjo ditë është e rëndësishme dhe e mrekullueshme për janoshasit që është duke u shuguruar kisha. Para në viteve ne kena shtriktuar, ata kanë ecën drejt vdekjes dhe trishtimit. E ne sot kemi ecën drejt nga dhënimit, drejt këtij momenti gëzimi dhe në liri të plot për të dëshmuar fen tonë. Don Dominik Kokeli, drejtori i qendrës Don Bosco në Prishtinë, tha se Janoshi ka dhënë martir të shumtë që kanë kontribuar për identitet kombëtar dhe fe. Është një fshat i cili nuk është i lidhur vetëm me vdekjen e Pato Luigjit, por në njëjtën kohë në këtë fshat kanë dhënë jetën për të dëshmuar fen dhe për të mbrojtur identitetin e tyre, edhe njerëz të tjerë, për të përmend 13-vjeçarin Prel Kokeli të vrarë të Këtyr Bjabecit, Avdi Lekbibaj të vrarë bashkë me shumë të tjerë. Në kishën e fshatit Janosh u mbajt mesh me rastin e shugurimit të cilën e udhëhoqi Imzot Dot Gjergji. Pater Luiq Palaj është lëmturuar nga Papan e Vatikan, ndërsa është vrarë në Janosh në vitin 1913 nga forcat pushtuese malazeze ku ai nuk ishte pranuar të ndërrojë fen dhe identitetin kombëtar.